Punësit e shkollës fillore Migjeni në fshatin Gjinoc të Suarekës ka mësë një javë që nuk e vijojnë mësimin, pasi që ujrat e zeza kanë depërtuar në bodrumin e objektit shkollor, duke bërë që ambienti të ndotet. Ky objekt është përuruar në fillim të vitit shkollor dhe ka kushtuar mbi 2 milion euro. 500 nxënës të shkollës fillore Migjeni dhe fshatit Gjinoc të komunës së Suarekës, që nga data 14 mars nuk e vijojnë mësimin në objektin e shkollës së re, që është përuruar në fillim të vitit shkollor. E gjithë kjo ka ndodhur për arsye se shkolla është vëshuar nga ujrat e zeza dhe kundërmon erë të keqe, thot drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit, Xhemajli Shala. Më njërë sa jam informuar nga drejtori, kam shkuar në shkollë dhe kam pas se çdo gjë ishte aty e pamundun me u mbajt mësimi. Në kundërmimi madh i erës të ujrave fekale, të cilat veç kishin depërtuar në podrumin e shkollës, jemi munduar përmes hidroregionit, ekipeve të cilët merren me këtë punë, me bon zhbllokimin e nyjeve sanitare, por ka qenë e pamundur. Përveç këtij problemi, gjatë rreshjeve të borës, i gjithë kulmi i shkollës ka pikuar në të katër anët, si dhe është dëmtuar i gjithë inventari i ri i shkollës për shkak të thithjes së lagështirës, edhe nga themelet e objektit, thot drejtori i shkollës Ramadan Haxhiaj. Me 16 dhjetor, kur ka ra bora e madhe e tjera në Kosovë, krejt hapësira e katit të tretë ka piku. Nuk ka pas vend, kati i tretë në 3 klasa, nyje sanitare dhe korritore, në gjitha anë ka qenë sikur me qenë në barë, sikur me qenë shkollë. Haxhiaj thot se për shkak të gjendjes së shkollës, nuk mund të jap një datë se kur mund të rikthehen nxënësit në shkollë. Kanë ardhur nxënësat për çdo ditë edhe arsimtarët të gjithë kanë ardhur. Mëngjes jemi konsultuar dhe kemi pasë nuk guxojmë të jemi në gjendje të tillë, edhe derisa të pastrohet bodrumi mirë, edhe derisa bëhet dezinfektimi i bodrumit. Drejtori i shkollës thot se ka kontaktuar me drejtuesit e kompanisë që ka kryer punimet, por ajo i ka hedhur fajin kyçes në kanalizimin e shkollës edhe të komunitetit, gjë që i dhet poshtë nga zyrtarët komunal. E Ministria e Arsimit nëpërmjet adresës elektronike thot se rrjeti i kanalizimit është i planifikuar vetëm për objektin e shkollës dhe jo edhe për kyçet anësore nga shtëpitë përreth, gjë që e stërngarkon dhe e bën jo funksional kanalizimin. Për eliminimin e këtij problemi nevojitet që komuna e Suarekës të bëjë shkyqjen e kanalizimeve të shtëpive përreth ose të planifikojnë ndërrimin komplet të gypave ekzistues të dimensionit 200 në f 400 mm. Ajo që ngelet e jetë shumë shqetësuese është se ka një javë që nxënësit nuk shkojnë në shkollë dhe nuk dihet se kur do t'i kthehen mësimit.